ka befasu ma shumë din këto zgjedhje? Në fakt më kam befasu një pjesë e mire ty në fidanun, besoj këm prit që numri i komunave cilat përmbyllën pa balotazh me qenë shumë i vogël sa që është realisht. Në anën tjetër ka pas gara jashtëzakonisht forta në pothuajse secilën qendër me përjashtim të Ferizajit në këtë rast që po pritet që është përmbyll pa balotazh dhe Gjilani që pritet me u përmbyll pa balotazh. Në anën tjetër, ka dhe komuna ma të vogla në cilat gara ka qenë e pritur me qenë shumë ma e ashpër, derisa ka kandidat që i kanë fitu zgjedhjet, po besoj në mesin e qendrave të mëdhaja vlen me u përmend që ka një lloj balanci, pra gara është e hapur në gjitha komunat përjashtë pra këtu Gjilanin, në mesin e komunave të mëdha ose të mesme të mëdha, ku përfshihen tazëm Prishtina, Mitrovica, Prizreni, Gjakova, Podujeva, në vetë se është përfundu, po këto komuna pra cilat janë mesin e komunave të mëdhaja, kanë me pas garën shumë të hapur, për shkak se dallimin mes kandidatit parë dhe dytë në shumicën e rasteve mbulohet pe kandidatit tretë. Pra partitë e treta në për këto komuna cilat do që janë ato, kanë potencialin me ndiku që me pas potencialisht përmbysje.